që sotës i ka braktisur këta pacient, të paktën shoqëria nuk duhet ta bëj. Të paktën ne nuk duhet ta bëj. Janë në një betejë shumë të rëndësishme për të fituar, për ta mposhtur kancerin. Dhe një pacient përveç psikologjisë i jep kjo sëmundje, do duhet përballet edhe me mungesa. Mungojnë akseleratorët. Prishen akseleratorët për të qenë më i saktë. Njëherë në 2 javë, njëherë në 3 javë. Njëherë prishet njëri, njëherë prishet tjetri, i shtyn rrezet. Po nuk janë vitamina që po merrni, që po u jepni këtyre pacientëve. Dhe përgjegjësit po janë këtu. Është kryeministri i vendit i cili harxhon 4.3 milion euro për ndërtuar kopshtin Eden. A më thot dikush për çfarë na duhet, çfarë interesi publik ka që janë marrë nga parat tona dhe janë çuar për një kopsht që shërben vetëm për ndjesitë dhe hormonet e një individi, e ndërkohë gratë janë pa brakiterapi, pa medikamente, pa mamografi, pa ilaçe. Si mund të jetë gjithë kjo hipokrizi ndaj këtyre grave? Janë graja, nënat, janë motrat tona. Si mundet një shtet i cili ka onkologjiku në pikën më të fundit, harxhon 6 milion euro për të ngritur 2 satelita atje që nuk shërbejnë për asgjë? Çfarë shteti është ky? Kur harxhon 160 milion euro për Tigri 1, Tigri 2 atje në Vlorë dhe nuk ka pajisje të jetë shpëtuese më të rëndësishme për ata që luftojnë me kancerin. Çfarë shteti është ky që ndërton incineratorë që nuk ekzistojnë sot e kësaj dite? E nuk vë teksin, e nuk vë vëmendjen tek ato gra, tek pacientët që luftojnë me kancerin. Kjo është tallje. Kjo është tallje me gratë që luftojnë me kancerin, me pacientët që luftojnë me kancerin. Dhe përgjegjësit janë këtu. Kryeministri i vendit, ministra e shëndetësisë Ogeta Manasiliu, ish ministra e shëndetësisë tjetër Albana Koçiu, nuk kanë bërë asgjë. Janë përgjegjësit para e ministrja tjetër e Vis Sala, ka ardhur si turiste ajo si ministre. U zotua se do rimbursonte medikamentet për spitalin onkologjik, se ta nuk mundet Shqipëria që kërkon të aderojnë Bashkimin Evropian tjetë në këtë situatë. E ka harruar. Jo se ne pristin ta siguronte ka shpejt, por ama do duhet shkonte tek spitali onkologjike, nuk ka shkuar. E shkon në spital e vetëm për gratë që vuajnë nga kanceri, e për pacientët e tjerë që vuajnë nga kanceri nuk flet. Kërkojnë përgjegjësi, kërkojnë përgjegjësi, kërkojnë përgjegjësi. E kjo është një thirrje edhe për organet e drejtësisë. Ai raporti i KLSH-s është provë se si ka abuzuar Ministria e Shëndetësisë, se si ka abuzuar Drejtoria e QSUT-s, se si ka abuzuar Farmacia Qendrore e QSUT-s, se si ka abuzuar Agjencia e Barnave, se si ka abuzuar Fondi i Sigurimeve Shoqërore. Të gjithë janë në këtë aferë, e cila në fund fare kushton jetë. Kushton jetë, se po mos ta trajtosh kancerin, kushton jetë. Po mos ta marrësh terapinë siç duhet, kushton jetë. Po mos ta bësh atë trajtimin me brakiterapi e PET scan, kushton jetë. E i bëjnë pacientët që vuajnë nga kanceri të udhtojnë drejt Turqisë, drejt Maqedonisë, drejt Italisë, se s'kan shpresë. E futen në borxhe, marrin borxhe, marrin kredi, shesin çfarë kanë, sepse kjo sëmundje të rëndon. Është tallje e madhe kjo që po ndodh me pacientët që vuajnë nga kanceri. Lek ka.